Duke do kalojmë në Kosovë, sepse ka zhvillime atje lidhur me një protestë zhvilluar nga bizneset në Prishtinë, por edhe seanca e radhës e 27 Kosovë, më thuaj pak se e humbëm numërimin. Ishte 23 asë. Okej. Dështimi 23. Okej. Do kthehemi aty, po më duhet ndalem pak, sepse lajmi realisht është protesta e bizneseve, ai është lajmi kryesor se sa dështimi, se nuk ka asgjë të re nga parlamenti. Trego pak çfarë ndodhi në këtë protestë në Prishtinë. Po, ishte një protestë e cila është mbyllur në orën 12, pra ka filluar në orën 10 deri në orën 12, ka qenë një numër për mbi 1000 biznese, pra kompani të mëdha të Kosovës, cilat me vendim të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, nga tash e tutje do dalin në treg të lirë për energji elektrike, pra nuk do ta marrin ato direkt nga Keku, siç e kanë marrë më herët përmes KEDS-it dhe Keskos, pra si distributor, por do kenë mundësi pra që ta blejnë rrymin edhe në kompani tjera, por problemi është se ata nuk duan ta bëjnë një gjë të tillë, sepse sipas tyre kjo do të jetë një problem i madh, duke pas parasysh se aktualisht thimi në Kosovë përveç Kekut nuk është se ka ndonjë kompani të madhe që ofron energji elektrike në treg, dhe kjo normalisht ka bërë që ata të dalin dhe të protestojnë duke blokuar një nga arteret kryesore të rrugës që lidh Prishtinën me Ferizajin dhe rajonin e Anamoravës. Protesta pra ka zgjatë diku rreth 2 orë, ku një pjesë e rrugës është blokuar me kamion dhe automjete të ndryshme, po ashtu ka pas prani edhe të punëtorëve dhe përfaqësuesve të këtyre kompanive, por që fatkeqësisht thimi kjo protestë nuk është se ka pas ndonjë efekt në përjashtim të mbështetjes që ata kanë marrë nga partitë që kanë qenë deri tash në opozitë. Në anën tjetër ka qenë zoti Kurti realisht nuk është se ka përfill shumë as protestën as kërkesat e bizneseve, duke thënë që ky është një vendim që është marrë qysh në vitin 2016 kur është miratu ligji për çështjen e tregut të energjisë, dhe po ashtu për kaq vite është shtyr pak a shumë me kërkesë të bizneseve, shpeshherë edhe në pamundësi për tu zbatuar. Sipas tij, Biles ka bërë edhe një krahasim që bëri pak më shumë zhurmë thimi këtu, duke thënë se ata kanë vendosur të bllokojnë rrugët që lidhin Prishtinën me qytete tjera, po në anën tjetër sipas tij koha e bllokadave dhe barikadave ka përfunduar një herë mirë, dhe ne I kemi larguar ato tashme dhe nuk do të lejojmë që këtu të po them risillen përsëri si pengesë e qarkullimit të lirë të qytetarëve, pra një varforme duke krahasuar protestën e bizneseve me barikadat të sërve në veri kohë më parë. Pak a shumë kjo është ajo çfarë patëm, ishte një protestë në përgjithësi e qetë, pa ndonjë problem, megjithëse kompanitë do ta vazhdojnë pra një reagim të tillë, mbetet të shihet nëse do të ketë ndonjë reagim nga ana zyrës së rregullatorit të energjisë, por në anën tjetër nëse kemi parasysh ato çfarë tha zoti Kurti, gjasat janë të vogla që të ketë ndryshim dhe mbetet të shihet se si do të shkojë tutje e gjithë kjo. Pavarësisht se zoti Kurti tha se këto kompani përbëjnë vetëm pak më shumë se 10% e gjitha kompanive të regjistruara në Kosovë, në anën tjetër sipas pjesëtarëve të partive që kanë qenë në opozitë, këto kompani që janë edhe kompanitë më të mëdha në vend, janë kompani që punësojnë më shumë se 100.000 qytetarë të Kosovës dhe do ishte problematike nëse atyre ju bëhet kjo, domethënë ju ofrohet mundësia që të kalojnë në treg të lirë derisa nuk kanë se nga cilat kompani ta blejnë këtë energji elektrike thimi. Dhe këtu është problemi pra, dhe gjasat janë që ata po them shpenzimet e tyre në blerjen e energjisë elektrike të trefishohen sipas gjitha bizneseve që kanë marrë pjesë këtë protestë, dhe kjo ka qenë edhe arsyeja pse kanë ndërmarrë veprime të tilla, me që në mënyra tjera deri më tash qeveria, por edhe ZRE-ja nuk është përgjigj kërkesave të tyre, që ky vendim të paktën të shtyhet për një vit në mënyrë që ata të përgatiten edhe me staf, por edhe me idenë ta kuptojnë pak a shumë se si shkon e gjithë kjo blerja e energjisë në treg të lirë, që pastaj të fillojnë edhe zbatimi I këtij. E kuptoj, Kosovë ti the që do të vijojë, por çfarë kanë paralajmëruar? Pa do ketë sërish tubime, bllokada, mbyllje biznese, pra si do vijojë aksioni I protestës bizneseve? Çfarë kanë deklaruar? Po ata besoj që të vazhdojnë me këto protesta që tashmë I kanë filluar. Mbetet shihet nëse do kenë efekt thimi se prap po e përsëris, zoti Kurti ishte goxha I qartë që nuk do të ketë kthim mbrapa, dhe që sipas tyre ky vendim do të jetë në të mirë të bizneseve, por po ashtu edhe në të mirë të qytetarëve, sepse sipas zotit Kurti, në rast se nuk do të zbatohet një vendim I tillë, atëherë
bara e shpenzimeve të mëdha që kanë kompanitë, sidomos ato prodhuese, në farë forme do të prek përsëri edhe konsumatorin shtëpijak në faturat e tyre. Kështu që unë besoj që do të vazhdohet me protesta, por mbetet të shihet nëse do të ketë edhe ndonjë hap tjetër, po them, ndoshta më radikal. Mbetet të shihet sepse organizimi ka qenë në ombrellën e odës ekonomike të Kosovës, në mbështetjen edhe të odave të tjera, por edhe bizneseve që i prek, po them, ky vendim i daljes së tyre në treg të lirë të energjisë elektrike. Mbetet të shihet nëse do të ketë ndonjë hap tjetër përtej protestave që veç kanë filluar dhe janë paralajmëruar. Okej, Kosovë ndërkohë, shkurtimisht tek e 23-a, dështimi 23, pati histori apo asgjësërisht? Nuk pati histori, thimi, edhe pse domethënë gjatë ditës së djeshme edhe do 2 ditë e fundit pati raportime se eventualisht ka një lloj marrëveshje mes vetëvendosjes dhe nismes, dhe pati edhe raportime nga disa media se Gjoja mund të jetë kandidati i ri zoti Limaj për kryetar kuvendi, por që realisht një gjë e tillë u mohua në para nisjes së seancës nga vetë zoti Limaj dhe paka shumë edhe zhvillimet pastaj në kuvend po them dëshmuan që nuk ka ende një marrëveshje. Kështu që nuk është se pati ndonjë ndryshim, ishte po e njëjta procedurë, po e njëjta po them kohëzgjatje e gjithë kësaj situate të pakuptim tashmë. Dhe jemi në situatë ku realisht them drejtën thimi as vetëvendosjes si partia e parë me aleatët e saj, por as vetë partitë opozitare nuk po e kanë idenë, as nuk po e kanë të qartë se çfarë po duan dhe si po duan të dalin nga kjo situatë. Duket se e gjithë shpresa mbetet eventualisht ose në arritjen e marrëveshje politike çfarë do të sillte një zgjidhje, ose do të presim vendimin e gjykatës kushtetuese sa i përket kërkesës së AK-s për çështjen e votimit të fshehtë e më pas eventualisht edhe ndonjë hap që mund vi nga ana e zonjës Osmani për presidencës Osmani në mënyrë që t'i japet zgjidhje kësaj bllokade. Kosovë Gjoxhi, shumë faleminderit. Do të jemi sërish bashkë për zhvillime të tjera në Kosovë, të uroj punë të mbarë.